Ibn Qayyim rahimahullah thotë, parashmëria ndërtohet mbi përvetësimin e cilësive, veprave, vetive, virtyteve që në vetë ty në të mira, në esencën mira, që është baza dhe bëhen pjesë përbërëse e integruar njeriut e vazhdueshme që krijojnë sistem veprimi i tij jetësor atë. Tash Ibn Qayyim rahimahullah po flet për rrugtimin drejt kësaj parashmërie. Thotë kjo parashmëri shpirtërore e kërkuar me këtë shpjegim që përmendëm nuk mund të arrihet ndryshe. Asesi nuk ka mundësi të përveç se nëse e njeh Allahun xhallahu ala dhe adhuron. S'ka tjetër. Në këtë tjerat realisht pastaj janë këtë ansore, janë këtë parancishme në qoftë se nuk është kjo bazike. Njohja Allahut xhallahu ala me njoft ato që është i vërteti, është hak Allahu te bareke ve taala, i cili thotë Ibn Qayyim rahimahullah ose pa të cilin nuk ka rahati, nuk ka sukses e nuk ka përsosmëri. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, krahas njohurisë duhesh domthon që njeriu të jetë i kthyer apo ta synën Allahun gjithmonë. Don këto janë tash këta janë përbërësit e këtij suksesi, e kësaj përsosmërie. Njohja e Allahut i kthyer ka Allahu gjithmonë, domethën veç kënaqësinë e Allahut e kërkon, veç shpëlimin e Allahut e kërkon, asnjë shpërblim, asnjë mirënjohje nuk i bën përshtypje në qoftë se rrezikohet mirënjohja dhe kënaqësia e Allahut te bareku teala, apo thotë dhe e ndjek rrugën e duhur për të arritur kënaqësinë e Allahut te bareku teala. Këto janë tre elemente kryesore që realisht janë treguesit a je në rrugën e duhur apo jo. Njëri i suksesshëm të ndërrodhur që synon parashmërinë shpirtërore, ç'ka bën nga ti, ç'ka është gola e tij. Edhe gjithçka që ka këtë rrugë, që ka mundësi me e zbrit, me e pengu, me e ngadalsu, ai është i gatshëm me pagu çmimin e eliminimit apo largimit të kësaj pengese. Gjithçka që e lehtëson këtë ngritje dhe këtë përsosmëri dhe këtë pastrim shpirtëror, që të kthehet tek Allahu më fuqishëm, është gatshëm me pagu nga se çka është qëllimi i tij në jetën e vet. Tash kjo është shumë lehtë me thonë edhe me dëgju. Me përkthy në strategji jetësore edhe në përditshmërinë e tij është kohë problematike. Kohë veçanërisht në kohën tonë të materializmit të egër që na ka rrëmbyer nga gjitha anët. Prandaj të ndërrua vëllezër, ky meditim duhet me kohën e meditimiune. Kështu që shka me duj Ibn Qayyim duhet na me medituar. A do me kohën i përsosur? Edhe duhesh me kohën. Duhesh me kohën ambicioz. Përsosmëria jote a bën fjalë me dheun, a bën fjalë me lartësinë. Me çfarë bën fjalë? Po fjalë me lartësinë, dheu për ne është veç me shkelmi ta. Sot jemi gjallë ato. Tjerat njëri me lartësi ato, nuk jeton me dheu ato.